tjak i një subjekti politik po ashtu të rëndësishëm, historikisht të rëndësishëm, sikurse edhe LDK-ja edhe PDK-ja në periudhën prej kur është themeluar dhe kontributi i saj në shtet formim, e të tjera në qeverisje, kështu me radhë. Por, pikrisht si rezultati kësaj, që si duket ka një multiplifikim qendrash ose individesh me ndikim që marrin vendime dhe ndikojnë në politikën unike, që do duhet ishte unike, kryesisë dhe këshillit të kësaj partije. Fundit janë deklaruar individ caktuar dhe nuk ka nevojë që kjo dëshmohet, është e dëshmuar, dhe pikrisht si rrjedhoje kësaj ka edhe animozitete të mëdha ndaj vetëvendosjes nga ana kësaj partije, edhe nuk dëshirojnë, nuk e marrin përgjegjësinë si duket që të bashkëpunojnë, ish dash ta marrin. PDK-ja ish dash të jetë e vetëdijshme që ka përgjegjësi historike që t'i bëjë institucionet. Ashtu siç e bëri në rastin e zgjedhjes ja votoi vetëvendosjes, kryetarin e kuvendit pas një serie atje një sagët të tërë 50 ditore që bëjshin. Profesor, po, por qëndrimi i Hamzës, pra se nuk do të bëjnë pjesë e bashkëqeverisjes dhe do të qëndrojnë në opozit. A besoni se një farë forme ka qenë i ndikuar edhe nga deklarata shumë të shpeshta të eksponentëve të vetëvendosjes se e duan PDK në opozit edhe nuk e preferojnë koalicionin me ta? Shpesh herë ka pasur eksponentë të vetëvendosjes që kanë thënë që votuesi ynë nuk e do koalicionin me Partinë Demokratike të Kosovës, por më shumë e preferon me LDK-n. Po, mund të ketë ndikim, patjetër njerëz jemi, mund të ketë ndikim, ka pasur edhe deklarime edhe tjera më të rënda se kaq, dhe ato nuk janë pa jehon, dhe ato nuk janë as të pranueshme, as të hishme, por ato nuk duhet në politikë të merren parasysh, në politikë sot thuhet diçka, nesër diçka tjetër, përkundër faktit dhe aktit që duhet të ketë edhe etikë edhe moral. Politikë nuk ka, sidomos politikën tonë që është me segmente dhe sekuenca dhe mesjetare nganjëherë, të inateve, të egove, të deklarimeve, të pengesave të njëri tjetrit në vend se të ndihmohet. Pra, do duhet përkundër kësaj, që mund të jetë e pranishme, mund të ketë pasur ndikim, ka edhe ndikime tjera. Ka ndikime tjera të rëndësishme se s'mund bëjnë bashkë. Nuk mund bëjnë bashkë. Pse deklarimet dhe premtimet e fituesit të zgjedhjen në këtë rast pavarësisht vetëvendosjes dhe koalicionit saj, sidomos vetëvendosja, është bazuar në ngarkesa, në akuza për qeverisje e tjera për korrupsion me vite të tëra ndaj kësaj partie dhe partive tjera bashkëqeverisje. Prandaj, në ndërkohë që këta të tjerët po ashtu gjatë këtyre 5-6 viteve kanë thënë çka kanë dashur dhe çka kanë mund, pa marrë parasysh që dikush thotë nuk ka qenë aktive, opozita ka qenë aktive, aq sa ka mundur, aq sa ka pas efekt, po e ka pas shumicën ai tjetri atje, s'ke mund më tepër të bësh, të arzosh qeverinë. Edhe këto kontradikta, edhe pse kanë shumë çka të përbashkët, PDK-ja dhe vetëvendosja, kanë mund të kenë ndikim, por kjo është në dëm të interesit shtetëror dhe obligimit që kanë partitë politike me kushtetut që t'i formojnë institucionet. Po, sepse me PDK-n, profesora, do ishte më i qëndrueshëm marrëveshja dhe në aspektin e numrave, të nevojshëm për presidentin. Vetmja variant që është më e sigurt, ose tërësisht e sigurt nëse ka kohezion, se dhe aty brenda PDK-s ka deputet që nuk e votojnë diken bje fjala, potencialisht, qoftë të LDK-s, qoftë një partije tjetër, ose të vetëvendosjes, mirë por, numrat i kanë, sepse ka ma shumë deputet, dhe është partije cila konsiderohet që ka edhe elektoratin relativisht stabil, nuk ka lëvizur shumë, përkundër faktit që kanë humbur edhe ata numër votuesish. Megjithatë, në mandate kështu me radhë, në përqindje janë stabil, edhe ata që janë aty deputet janë më stabil dhe më koheziv. Si kryesi konsiderohet më kohezive. Në anën tjetër, të LDK-ja përkundër deklarimeve të disa hershme të kryetarit partisë se kush don me ndet në parti nuk mund të votojë ndryshe tjera dhe do të jenë një zë unik, megjithatë dihen që janë disa valvulat caktuara, batica dhe zbatica që janë deklaruar dhe publikisht kanë vallëzuar të disa eksponentëve të rëndësishëm që mund të mos votojnë. Por sidoqoftë është i rëndësishëm bashkëpunimi, me që po flasim për PDK-n, shumë më i rëndësishëm që PDK-ja dhe vetëvendosja të bashkëpunojnë dhe të zgjidhin institucionet edhe të kenë mirë kuptim, po edhe detyrën që e kanë dhe